E kemi një misafir të madh. Të madh? Të madh. Më i madh në vend. E keni një këtë kongë, më i madh në vend. Po që për fat. Ja din që të kongë, më i madh në vend, po që për me ta pyesim bujarin, e din që të kongë. Pyesim. E ftojmë sonë për e parë ekskluzivisht për intervistë bujarin e madh me Duar Trokitje, pick up, bujari i madh. Mirë se erdhën në Full Ship Show. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Bujari i madh, posh, nanën, pse bujari i vogël kurse ti në gjitha aspektet je i madh? Pra edhe i vogël si je, me thonë që fizikisht nuk je i vogël, nuk konsiderohesh i vogël. Jo dhe shumë. Me zonë je i madh. Me karakter edhe me karrierë je i madh. Pse i vogël? Pse e kin gjitë vetes i vogël? Ata kanë gjitë dikush. Nuk e di, pak më ka metë në ashta puna fiziku që është. Apo ja kin gjitë vetes? Jo, ka qenë emën artistik me u zgjedh nga që unë vi për një fshatit komunës Kamenicës, Hogosht, edhe mbjemni jem pak është pak si me spec. Pse që më jemi? Biçkaj. Ha, biçkaj? Po. Edhe... Pra na e pas... Ekskluzive. Edhe kom zgjedh si jamën artistik me përforcu vetën me bujari vogël, nga që edhe... Po pëse sot e bujari madh të paktën? S'kom dash një thonë vetit i madh. S'ke dash një thonë vetit. S'ke dash jo me fjalë, po me punë. Po. E vete kësi gjatë këtë emën, bujari vogël, vete kësi gjatë. Po, faktikisht, dikur, ma herët, kur unë e kom vendos me pas këtë emën, në atë kohë kemi punu bashkë me mentor Kurtishin, edhe si bised me ta, qap ta merë menja, thash, si emën artistik, me provu, po, i pëlqej. Thonë s'kisha thonë me lyp tjetër emën artistik. Me majtë në men. Po, edhe aty filloj gjithçka. Aty filloj gjithçka. Çka do më thonë kjo? Gjithçka. Gjithçka. Bukur. A më duket a kemi pas biçkaj ai djali që është i martuar me atë brazilianën? A është? Ai e doni apo jo? Më duket i njëjti mbiemër. Edhe ai Kamenicës Gjilanit është. Po edhe ai Kamenicës Gjilanit. Nëse ki diçka është i fshatit Po, e paske kushërim duket. Sa përshëndes. Po, është i djalë shumë i mirë, i martuar me braziliane, Carmela ajo, që kanë një 3-4 fëmijë, kanë bashkë, kalojnë një jetë shumë të mirë, i kanë pasë një herë apo 2 herë në emision. Interesant, po më duket këtë mbiemër ka, nuk e di. Sigurisht, nëse ka këtë mbiemër është i fshatit tim, se s'ka tjetër kënd. Si po kalon? Mirë Altin, mirë. Përgjithësi? Përgjithësi ka dash zoti shumë. Sa vite bën në Zvicër bujar? 22 vite. I bjen sa vjeçar ke ardhur? Do më thonë, ku marr 23 vjeçar. 23 vjeçar, tash pyetja tradicionale që s'kena kam shku, a ka qenë vështirë për ty me ik prej Kamenicës marr me jetu në Zvicër? Si zakonisht po, se unë para se marr këtu në Zvicër, do më thonë, kam punu si arsimtari i kulturës muzikore. Okej. Në Kamenicë, po. Okej. Në shkollën Fanoli, kam punu për rreth 4 vite. Do më thonë, qysh 19 vjeçar, sa marrova shkollën e muzikës, ishte mungese e arsimtarëve të muzikës, për shembull, një arsimtar i historisë jepte muzikë. Edhe unë kam pas përparësinë që kisha marru shkollën e muzikës në Prishtinë edhe mu dha rasti, hyna punova dikun rreth 4 vite arsimtar në Fanolin Kamenicë. Në atë kohë për mu, me qenë arsimtar, ishte privilegj i madh edhe gjaja ma mirë që më ka ndodhur në jetën time. Okej. Ka qenë ajo. Po të e pa gjendjen, të e pa gjana që mundemi ma mirë, mundemi edhe... Lëviza. Gjithë, po, lëviza. Ti ke ardhur në atë kohë me... Ka marrë në atë kohë me vizpune, po si këngëtar, mas nej... A ke ardhur si këngëtar? Po, si këngëtar me vizpune. Edhe dikun 2010-ën, mas nej janë bo dokumentat me bashkëshortën në Itali. Edhe jetoj në Itali. Kam 2 vajza, një djalë. Jeton në Itali? Po, jetoj në Itali. Cilën Si Zvicrës? Jo. Vërtet e ke? No stres. No stresi? Jo. Spageti makaroni ti? Na, fjallin stres. Në Itali, rrallën të gjojmë. Interesant, për e se zbulua diçka të re. Pra të më thonë, shumë ekskluzivisht. Ti ke ik la stresi, ti ke ik ke shku te la spageti. Ka shumë gjana ekskluzive. Ka janë 2 gjana të ndryshme, spageti me stresin janë... Nuk përputhen, nuk përputhen. Pasha zodën se kam di që jeni në Itali. Jo, në Itali jetojnë në afër Milanës. Si vëllai, ti vjen çdo vikend me makinë, vjen këtu maknu? Çdo të premte vi, çdo të dielë kthehem. Po tash që punoj vetëm të shtunëve, vi të shtunën mbrëmje, të dielën mes
paraqiten para... Kur se kom ditë këtë detaj, bujar, në një fëmi moti. Po, s'ka ro muhabeti. Edhe me kur se kom ditë që ti që jeton në Itali? Jo, jeton në Itali, që 2010. Kam jetu në Romë, faktikisht. Ata kish morë menja marrë me jetu në Zvicër? Asnjëherë. Se? Nuk e di. Përgjë! Len! Viral! Çka të pëlqen më mirë në Italinë krahasim me Zvicrën? Në Itali është jeta ma për gjithë shka është ma letë. Pse në veri në Itali... Mirë shqiptare, vëlla bota. Po edhe pse në veri, prap është më mirë se në Zvicër. Se në jug në Itali është ma stres, ma... Me të dhonë pasaportin e Zvicrës, më arë me jetu në Zvicër, a i Shumë falenderit, zotit apa guft. Nuk vjen? Jo. A i rrituni ajo? Ja. Se shërën të shku viral që kjo video, që kjo viral e kisit ka. Pasaportën italianet ashtë, po gjithmonë të majtë edhe pasaportën e Kosovës. Kështë që... A mo interesant, a? Interesant, se njerëzit vujnë marrë me jetu në Zvicër. Jo, une normal, në Zvicrën e du, kam familje këtu. A njerëz një Afrimali unë që e ki shumë jaran? Shumë shpirt e kam ata. Shumë shpirt e ki, e di që e ki shpirt. Shumë shok e kam. A e po ik prej Zvicrë? Po edhe... Na ka mërzit, goxha, se kemi bisedu edhe në emisionin e kaluar kur kemi qenë për vitri. Afrimi na ka mërzit, goxha, që për e lënë Zvicrën, po, o zgjedhja ti edhe... A mo jo, da e japan sigurti, vjen premden i këdilën. Se i tash i generon fije. Se realisht një artist është vështirë me... Pak problem. Problem është me jetu në Zvicër. Artist, flasim. Po. Kur ke ardhë në Itali, a me njëherë je marrë me muzikë edhe ke mujtë me jetu për? Faktikisht, unë kam marrë në Zvicër mas pari, që në 2003, dikon 7 vite kam punu me vizë pune, mas nej më bonë dokumentat për në Itali edhe gjithmonë edhe pse kom jetu në Itali s'kom punu asë njerë. Do më thonë, në Itali s'm ka thonë kërkush puna marë. A në Zvicër po. Atje kam të hap një lloj firme, sikur i pavarur. Në Itali? Po. Po? Qështë quhet në gjermanisht self-ständig. Self-ständig. Po, edhe atje paguaj tatimet, normal. Çfarë firme është ajo, bujar? Do më thonë, si këngëtar, paguaj tatime. Ti vërsi si artist, pra, do më thonë me qeni rregull me shtetin. Po, me shtetin jam rregull atje, qysh në 2011 e kam hapat firmen. Këtu, a keni pas njerë problem, bujar, se këtu shpesh vinë këngëtarët e i paguen zeze, marrin pare në zeze, kështu pra, a keni pas njerë probleme të tilla? Fatmirësisht nuk kom pas, se gjithmonë kom punu me rregulla këto, me vizë. Tash të më marrë... Janë disa këngëtarë që janë të ndaluar duket në Zvicër, me sa di unë, apo jo? Po, kam pas ndalesa. Ka ndalesa, shumë për artistëve. Edhe pse nuk e quaj shumë. Po, të marr parasysh që tash e kam edhe pasaportën italiane. E kam drejt një lloj vize 90 ditë për një vjet më shfrytzu. Jam rregull edhe me këtu edhe me atje. Po si bujar në moment shqiptarëve që del pasaporta italiane apo greke apo austriake turp për Zvicër vinë ti thuj jo Zvicër. Unë e kam pas fatin e mirë që si familje na ka pëlqyer Italia, jo vetëm mua, po edhe bashortës edhe fëmijëve, se ndoshta të kisha pas një presion për tyre, ndoshta edhe unë kisha zgjedhur Zvicrën, po fatmirësisht edhe bashortës edhe fëmijëve ju ka pëlqyer gjithmonë Italia, jo Zvicra, edhe normal. A ka shumë të Kosovës aty ku jeti? Ku jam unë, jo shumë, nuk ka shumë, më shumë ka të Shqipërisë, po. Si keni marrëdhëniet si shkojnë? Shumë të mira, po, shumë të mira. A janë raporte të mira shumë. Në Itali a janë të mirë shqiptarët në përgjithësi? Përgjithësi tash mal pa ok nuk ka, po unë menoj që kanë fillu mu vetisu, kanë fillu mi lonë gjanat e këshia, mi u këthy punëve të mira, edhe është një lajm i mirë, besoj për shqiptarët si Shqipërisë, si të Kosovës, si të Maqedonisë, është një lajm i mirë se kanë fillu mi lonë punë të këshia. Okej, interesant. Ju kanë këthy punëve të mira, mos me shkel ligjin, mos me tash. Ka, dhe pikë që i bojnë, po mos më pas ato pastaj policia s'ka çfarë më punu, më mirë të më pasë shkelje. Më pasë shkelje për me marr rrogën e policisë shtetit. Po. A ka edhe në Itali atje afër Milanos lokale ose evente komunësh me knu? Marash me të thonë drejtën, unë asnjëherë nuk kam tentuar me knu në Itali. Nuk e di pse. Ke pas ftesa? Kam pas ftesa, po gjithmonë i lidh me Zvicër, shoqënien këtu, rrethin këtu, familjen këtu, kam shumë familjarë në Zvicër që më jetojnë, edhe kum kriju një rreth goxha të madh këtu, nuk më ka interesuar asnjëherë me kënu në Itali. Nuk e di pse, po gjithmonë i kum refuzu. Edhe pagesa është në Zvicër pak më mirë? Pagesa apo e ke njëjtë? Po du më thonë që nuk më ka tërjek me bone
koncert ose në mbrëmje atje, edhe pse kam pas oferta. Jo oferta mos ta marr, oferta të marr, po kam pas oferta, po kam preferuar Zvicrën. Bujar, kur ke nis me këndu? Kthehemi pak tek jeta artistike. Kur ke nis mas pari? Mas pari, unë në moshën 12 vjeçare jam regjistruar në Hogosh, në fshatin tim ku kam lind, jam regjistruar në shoqërinë kulturore artistike Jeta e Re, ka qenë shoqëria kulturore artistike. Aty jam regjistruar moshën 12 vjeçare dhe kam filluar me koncerte, domethënë qysh në 92-ën, me koncerte në atë kohë, u kënoshin këngë patriotike, u kënoshin këngë tjera. Kemi marrë pjesë në për festivale, kemi marrë pjesë gjithanej Kosovës, besa edhe në Lugin të Preshevës në atë kohë kishim koncerte. Edhe qysh moshën 12 vjeçare, mas nej u regjistrova në shkollë të muzikës Prishtinë, edhe aty mora pak ma seriozisht. Muzikën e keni pas si tradit familjar, apo veç vetë je interesu? Jo, fatkeqësisht jo. Do më thonë, për familjes i vetëm jam që këndoj. Babi, familja janë marrë me gjana tjera, kështu që jam i vetëmi që kam dalë. Veç shumë herët je interesu për muzikë? Po, qysh moshën 12 vjeçare, kam qenë në shoqëni aty, kemi pas koncerte. Mas nej, babi më regjistroi në... Ty falemnderoj Atina që më ka përkrahur gjithmonë. Më regjistroi në shkollën e muzikës Prishtinë. Marrova shkollën e muzikës, mas nej kështu vazhdoi jeta. Mos ishe marrë me muzikë, Bujar, me çfarë do ishe marrë? Tash sikret shqiptar, ta guxoj me thon, po, me futboll, sigurisht. Me futboll. E du fort. Ke talent? Po kam lujt. A luan dikush prej familjes? Jo, po në kam pas në shkollë fillore, në shkollë të mesme, kam qenë pak më i dallum në futboll. Jo në far futbolleri i madh, po A luan djali jot futboll? Po, djali im është i angazhuar tash në futboll, është me një shkollë të Juventusit. Juventusit? Po. Okej, në Itali? Në Itali. Okej. Është shumë mirë të shku, shpresoj Okej. me bu sa më nalt me po. Po A besoj është që... a është e vështirë a do të më pas një kriter mu fut në shkollën e Juventusit? Po. A i ka kalu I ka kalu gjitha, po, i ka kalu gjitha. Pra, që ka talent i mirë? Po, shumë mirë, është të shku shumë mirë. Biles, tash kohën e fundit e kanë zgjedhur edhe kapiten të ekipit. Se është pak çakall, flet. Okej. Edhe normal ekipi. Kapiteni i ekipit? Po, është kapiteni i ekipit. Bravo. Edhe mirë. Mirë Sa është të vjeçar shku shumë është? 15 i ka bërë tash. 15, na do të marrë në emision ai, si e ka emrin? Po, Ergi. Eldi. Ergi. Te emisioni më artu me t'i bodo pyetje ty se babi nuk i din krejt informacionet për ty nërta, se qa bën ti të fusha, qysh sjellësh me shokë, me trajnere, me... Mirë, Ashtu, do na momentalisht është shumë mirë të shku. Bravo, Jam i suksese. shumë, jam falenderoj shumë. Hade, inshallah shikojmë lart dhe më lart. Falenderoj. Djali a interesohet për muzikë, ama pak? Jo, ka fillu tash të minxu do këngë kështu, e shoh në makinë kur hypum, ka qef, në YouTube e lidh me makinë, telefonin. Ka fillu, po jo në interes diçka më marr me muzikë. A mos s'ke dashur edhe vetë ndoshta me mësu muzikën? Jo, unë A ke tentu? Kam qenë kundër. Pse? Nuk e di se... Qa ke kundër kësaj fushë? Jo, nuk kam kundër kësaj fushës, po nga që baba i vet ishte me muzikë, këngëtar, edhe mos më shku gjithë familja me drejtim, me pas lloj Po. angazhimesh. Për shembull, vajzën e madhe kam 19 vjeç, ka kryer një shkollë private në Lugano, është për financa, ka fillu punën tash, njëkohësisht edhe fakultetin e fillon shtator. Bravo. Djali me futboll, unë me muzikë, nuk kam qef. Vajza e dytë është ka qef më shumë ka mjekësia, kështu që mi pas lloj ngjyrash në familje, të profesionesh e kam fjalën. Bukur. A ka ndryshu stili i muzikës live i asaj kohe me sotit? Qa ka ndryshu, Bujar? Qa është ndryshimi mes asaj kohe dhe kësaj kohe? Ku është diferenca, qa ka ndodhë? Se tash, realisht në dikur, kom shku në muzikë live, kom shku dikur, edhe kohët e fundit e kam këtë shokun që më merë me veti, edhe më thot, hajde bëtaj herë, shkojmë takshirë mi gjibohet tani. A mu për para, dobija që vëllëshojnë me në dhonë dorën, s'na kanë arë me në dhonë. Po bre. Tash për në jabin dorën, se cila i respekt, ashtu respekti po më duke. Po. Zotë i thash breshet edhe juve, që keni Po ju nimojmë, do me thonë. Që keni mendu për neve si klienta, se ka lezet më ardhë 30 bija me të dhonë dorën, atë është diçka respekti të prumë. A mo përveç që ti... është pak e egzagerume. A? A është pak e egzagerume paka? Edhe unë menoj që është pak e egzagerume. Po tash, nuk e di, koha në ashtaj për unë i këtë farë sistemi,
Mu nuk është që më pëlqen ai sistem. A mos është shpirti i fundit, flas kështu tash se po jap mendime, nuk e di. Njeriu formohet artistikisht dhe bën një karrierë. Po. Edhe kur e shef që është dash me falimentu apo me dështu, mundohet me bënë një skandal. A me bënë një budallik, a me folë një pislik, për me metë në qendër, mos me dështu. A mos është fundi i muzikës, live-it, tallavase, këtë gjonave, tash i kujkar fundi, për me mojt me zër, i binë dhe bijat me të dhanë dorën, edhe nështë ta me mojt edhe pak mendim. Nuk e di, ka nënca dhe kësaj punës, besoj, po problemi është që shqiptarët që jetojnë në Zvicër nuk jetojnë pa muzikë. Nuk jetojnë pa muzikë? Pa muzikë nuk jetojnë. Shqiptarët e Zvicrës janë më të kallët për muzikë, a? Po, është e vërtet kjo është shumë e vërtet edhe është dokumentuar me shumë gjana. Kështu që unë menoj muzikat në për diskoteka kam fjalën, është sistem tjetër. Në për këto muzikat pak më të vogla është sistem tjetër, po sido që tjetë shqiptarët punojnë 5 ditë për shembull, nga ona deri të premten e shfrytëzojnë, dalin absolutisht. Me bo një relax, me bo pak një qetësi, ku digjon. Po du më thonë që ja, shqiptarët pa muzikë nuk jetojnë. Nuk menoj që ka me kom fundi muzikës live. Veç e mendova, jo të Tallavaja po mendoj, jo live, se live është gjithmonë po të fjalët e muzikës Tallavaja që janë disa lokale që kanë në Tallavaja. Nuk ma merr mendja që ka me jo. Okej, vetëm mendova thash mos është se mu nuk ma merr mendja. Se këto bijat pse më na vën dorën, s'ta dosh me ditë, pse duhet marrë na vën dorën? Po, bija ju mos shkoni tash. Po ju problemi është muzika, ne marrë me vën dorën, e bija, ku jeni ju? Ku jeni të mbaj, ç'është? Veç e përshëndet larg edhe. Po dhe unë vi me pi një gotë, me një gjuhë muzikë, me një gjuhë bujarin, ose të koncert u knu aty, po marrë me vën dorën krejt secila, ose di ai keni I majnë do palloma kështu plak. Po dhe, ai keni lo njëri, po s'ka nevojë me vën dorën. Dezinfektojnë po. Rënë valla për larg aty. Për shembull unë erdha këtu kam gjysore, kjo motra jon. Po, ç'e kjo? Ç'e sa ordre kjo? Ç'e? Ai do pas ordren kjo bija këtu. Po rrin këtu nuk kam fol. Po bujar. Që të sahon. Pas kam mirë. Po ta, a shef sa, na bija tona i mojmë çdo. Po ka dy bija këtu, mos u fol asnjëra. Seriozë mira, mojnë me një pjatë bëjnë me shërbim. Ato t'jujat mo të respektueshme, bravo. Unë pju drejtona për mes kamerës. Kujdes. Vjen njëri, më jep një dorën, s'keni nevojë. Atë. Po ta kupton. Përshëndetje Bilargut. Atë ç'është për larg, s'ka më nevojë me vën dorën më pasha. Për ne më s'ka nevojë. Po të se edhe lodhje për to. Kush ka qef, për shembull, shoku jam kënaqet këtë. A kur vini javën dorën ç'është për vet. Ha, po që janë të mjof këtë. Këtë Shkan këngëtarët, se unë këtë ndojnë mu. Marashi nuk është në kursi jam kon, se jo këtë sistem. Unë pak se ç'është ndodhur. Dush me përjetu edhe këtë muzikë dutna. Përveç kësaj që the është e egzageruar. A është e egzageruar ndoshta? Pra po flas, zot, s'du me hyj në gjinaz me fol, me hyn ha kërkuj, po unë mendoj. Me marr parë një lloj ajo bija që më jep dorën mu me ty që kënon ton natën në shkyet fyti. E mira këtë kësaj, edhe nëse I marrin ato parë, inshallah I çojnë familjes vet. E mira këtë. A ja u çojnë, as sa çojnë. Shpresoj po. Okej, amo a është fair? Se sa më shumë familjar, sa më shumë familje që mbahen pi punës që e bëjon për shembull. Po. Aq më mirë. Unë jam I kënaqur. Absolutisht. Po. Sido që t'jetë, unë jam I kënaqur. Po, ka edhe pjatyne që sa ka qenë shumë ma madhe bakshishit që ke marrë anë dasë, në event, anë fejesa, anë muzika, anë diskotek, ku di unë, ku ke këndu, që ke këndu gjithë ka. A me rajt? Mos më rajt. A gudzoj? Ja, muish mos më rajt. Se ka shumë që më rajnë. Qa po thu motër t'jam me folë. Ma thuj qëfar shumë me ta shkrujsh to. Një shumë që ke marrë mas shumë ti. 25, ja. Ja, s'po të raj. Ja, më së më rajnë, a rajnë disa që toj 25-30 mijë që a rajnë ajo? Valla ka pak, po. Rajnë ka pak, okej. Hajde më thuj, sa e ke marrë shumë në Une nuk po foli me shifra, po du me thonë jam gjatë këtë karrierës time që kum bo, na për dasma, na për diskoteka, na për muzika live, na për gjithë ku kum performu. Mos gabo se jena në rubrikën. Okej. Edhe jam shumë I kënaqur me vlerësimet që më kanë bo, ata që kanë ardhur më kanë dëgju. Më kanë vlerësu aq mirë sa që nuk ka shifër që më me caktu me thonën që kjo është shifra, edhe do më thonë atë dashnin që ma kanë thonë, atë
vlerësimin që ma kanë bo, Është milion. edhe 20 frank mi ka qitë dikush, Është milion. për mua është shumë e madhe. Bravo. Edhe i falemderoj deri në ditën e kiametit. A ma futesh edhe realisht bujar të këngëtarët serioz, këngëtarët e mirë. Seriozisht? Seriozisht po Mos ta ma them. bo qefin? Jo, sinqerisht po ta them. Kam i respekt. Faleminderit shumë. Të shoh aq sa të njoh, shoh Faleminderit një njeri i kompletuar, një njeri familjar, I kom dhënë serioz. rëndësi kësaj pjese shumë. Edhe sinqerisht ta faleminderit. vlerësoj këtë pjesë, edhe e ke duke, është e dukshme kjo. Shumë faleminderit. I kom dhënë rëndësi shumë, i kom dhënë rëndësi kësaj pjese. Absolutisht. Që Se kjo edhe të mban në treg. Po, fatmirësisht. Po, Se dikush edhe e humb po fillin. normal. Edhe s'di Normal, mbrapa- edhe dalin edhe deklarata pa lidhje edhe Po, pra. flasin gjana Po, pra. pa lidhje si s'ju takojnë. Dikush dele fletë. Miren me budalliqe, tema që s'ju takojnë. Kjo është ideja. Unë kam pas kujdes në të gjana. Bravo qoftë. I kom dhënë shumë rëndësi me qenë njeri mas nej këngëtar. Çfarë ndoi? Apo vjen se mbyti malli, shpirtin e kam pik të hallit. Apo vjen, po du me të pa. E fort që këngë. Hajde bujar, të më diçka i herë. Hajde bën ma dis. Me të knu, Hajde bën ma dis Në herë. Disney. po di morëm ty me ta Se bëdis une, është. diçka që ta jo mu, po diçka një strofë të këngës tonë, apo diçka. Unë ty Ta me një ta gjojmë pak. bëdis është problem. E ty e kam një këngë për ta. Hajde, për mua, Kam hajde. një këngë për ta se po du m'ja kujtu pak një vend që ky e don shumë. Zoti, hajde boft. Gjilanin. Këshyri A shoh. guxoj? Hajde, Me ta kujtu një vend që ti e don fort. hajde ta shohim. Mas venit ku ke linti, ata don venin e dytë e ki më të preferuar. Kë tha Gjilani? Se cilën vend po duhet. E tha marash. Ty Gjilan nga do të shkoj, të kam në zemër jo s'të harroj, o sa mall që kam për ty, një kafe në kristal me pi. Një këngë shumë e mirë e kolegu tonë Burim Eminit, cilin e përshëndes. Po du të më përshëndet se të ne këpusin në për YouTube na çojnë. Po, ja, gjona, përshëndes Burimin e kam duhet. shumë jaran, e kam Shumë e shoh. gëzë. A dhe diçka Një tjetër? këngë shumë e mirë edhe do shtë ty me të Bravo, përshëndet se e di që ti Gjilanin e ki Unë Gjilanin, favorit mas venit ku ke lind. po, unë du vendlindjen e unë sheh bujar. Zdiskutohet. Unë konsideroj Kosovën edhe Shqipërinë një. Bravo. Edhe nuk e them veç sikur e thojnë do njerëz se thojnë janë anëz, dini të fjalë më fol veç janë E ke anëz. dokumentu me shumë sene. Unë e njoh Kosovën, e njoh Shqipërinë, unë i konsideroj të dyja njësoj. As i fije më shumë Shqipërinë se Kosovën sot nuk e du. Sepse e di që kjo tokë është e Shqipërisë dhe Bravo. pikë. E para, e dyta, unë kam gjak të familjes të varrosur në tokë Kosovës para 80 viteve. Sidomos në zonë Gjilanit. Edhe pa e ditë, tash e kam zbulu. Po, vonë. Para verën e kalume e kam zbulu e kam gjetë. Pra do më thonë mu më lidh historia edhe e di që Kosova është Shqipëri. Sa i përket Gjilanit, nuk e kam ditë kush është Gjilani, se kam njoft hiç në fillim, Normal. por kam një respekt veçantë për Gilanxhit se Ana Morava, duke filluar Kamenicën e kap. Po. E kanë një stil jetë pak më ndryshe se sa pjesa tjetër, edhe e Shqipërisë, se lemo e pjesa tjetër e Kosovës. Po, falim. Janë pak më të hapur, më open mind, më qetë, më turt, më punëtor, pra do më thonë, analiza imi është. Po, normal. Ata qohen pikë të mëngjesit bujar, edhe ja shojnë njëri tjetrit për e flasë sho në aspekt dashurie dhe në aspekt Po. shoqëror. Edhe tani o bir, nuk ka tjetër zho atje veç o bir, të thënë njëri tjetrit, ama i respekt, një muhabet, një shoqënia që mirë, mua më lënë përshtypjet mira dhe kam i respekt veçantë për këtë qatë zonë. Po, Edhe shoqërzotit që është ashtu. E respektoj se i kam edhe domiq shumë të mirë. Përveç shokëve që i kam shok shumë mirë, kam shoqëri shumë mirë në Gjilan, E di. kam edhe miqt, që se kam ditë se kush janë miqtë e mi, kur jam Normal. lidhë me nusën time, se kam Shumë ditë ka ka babas, nonas, miqas, doj, por fatmirësisht më kanë qellu shumë mirë, edhe e dua atë zonë, mirë që na knove, faleminderit Zotit Rujt. Tash na knodhej tjetër, në mujsh me na knu për diçka që tjetër. Për Prizrenin ndonjë mos e ki? Po, Hajde për prezerimi, ha ke diçka. Prizrenin është kanga që çdo këngëtar e këndon. A, Po kupton Prizren, çfarë- Prizreni jon. A e kupton çfarë do të thonë kur ke Repertuar. karrierë dhe repertor gjatë edhe të madh. O Nuk mundesh me ndalë. Prizreni jone, ty t'kam dashtu na për gjithmone,
Në ty u rrita e u shkollova, shumë kujtime me ty kalova. U emocionu, Maro? Bravo, po, patjetër normale. Përshëndesim kretë Prizrenalit. Faleminderit shumë. Unë e kam shumë dasma në Prizren. Është një ndër vendet që kam mas shumë t'i dasma. Kaloj shumë mirë. Po, presin mirë. Shumë mirë, ekstremisht. Ku i bëjnë dasmat më të forta, Bujar? Cila krahin, Tash, cila zonë, cili qytet, cili fshat i bën dasmat më të forta që e gëzon një artist me shku atje me këndu? Lugina Preshevës, Preshev, Bujanovc, unë kam shumë kërkesa ne edhe kam shumë dasma. Atje kaloj ekstrem mirë. Okej. Shumë mirë. Ta japi një dashni të veçantë. Din me të vlerësu në mënyrë të veçantë. Masnej për Kosovë, Gjilani bën dasma të mira. Jo si dikur i kam bodha më të mira, tash sikur ju në zbe pak, po prap Gjilani e ka atë, Gjilani, Kamenica. Masnej Prizreni thash, Prizren Soarek, atje janë dasma ekstrem të mira, Amo, shumë të mira. gjithande e ka në fakti fare. Po, Peja është pak më zbet. Pse, më zbet Peja? Nuk e di, më ka rastis me një dasëm, të një shoku im, fillum në të bo muzikë edhe të shuqun dikun një 20-30 vjetë me valzu. Po valzeshin qifte tek, kështu jo në rreth, që është valzohet në përvene tjera, edhe mas një gjysore e thirja të shokun tim të ofër bines aty, thash, a nuk on regull diçka me neva, ko problemi? Tha pse? Thash, po shumë pak vetë janë të valzu. Jo, tha, kjo është super. Tha, këtu ma shumë se 10 vetë nuk valzojnë. Do më thonë, na këshëm arrit një botë 30. Ashtu a? Thash, po kallën e mare. Çashtu në Pej nuk vallzojnë E në Pej është pak më ndryshës. Pak ma ndryshë, sistemi është i dasma më ndryshe. Kurse në Prizren, bam të pani, 300 veti kinë valë. Normal, çashtu gjithmonë kemi Sa dasma i ke të rezervuar për këtë verë që vjen? E unë e kam një sistem ndryshe pi këngëtarëve tjerë. Qysh është ky sistemi jot? Ky sistemi jam është pak Se kot nuk e ki ngjiti Bujari i Pak- vogël, se ti pak- bën shërrinat më apo? unë pi fillimit, faktikisht pi fillimit ndoshta dhe jam këngëtari i vetëm që çdo 5 natë, një natë e lot lirë. Pi fillimit karrierës. Okej. Kur asnjë sezon dasma më nuk më knu çdo natë. Kjo është shumë e vërtetë edhe shumë lehtë. Ja kushton familjes besoj një natë apo jo? Do me thonë, jo familjes, ja kushtoj, se normal familjes po ja kushtoj fytit. A fytit, po, me rujt vetëm. Se unë alkohol nuk pi, dohan nuk pi, edhe nuk stimulona pi kur gjatë gjanav tjera, Okej, kështu që ato që më ka thonë Zoti du me rujt. okej. Çdo 5 natë një natë e lot lirë. Ato datat e lira nuk i di kurkush. Për shembull, më thirr Altini shoku jam, unë e kam 5 gushtin të lirë, që e kam lënë urgjent pushim me shkruaj aty. Okej. I tham jam i zant, raj. Faktikisht raj se Se tash nuk kujdes. Altini e kam shumë jaran, e kam shumë shok, nuk muj mi thonë jo, kështu ma Po, mirë i para thonë. vetes nuk mundesh me pra, vendos Altinin, po. Jo mi zant edhe jemi në rregull. Okej. Ditën nuk knoj, asnjëherë. Së ditën? Nëse knoj ditën, natën e lot lirë, se me knu natën edhe ditën, njonit kimi aprish dasën. Pra nuk është që ti je i fokusuar te veç te parja. Jo. Parja është në rënd dytë, në këtë drejtim është në rënd dytë. Pra s'po e shikosh e parën, ti po Jo, shikon asnjë. më tepër cilësi. Se me shiku parën, për shembull, 29 korriki nuk e lot lirë. Po, okej. Se është data më e kërkume. Po. 4 gushti nuk e lot lirë, 9 gushti nuk e lot lirë. Po. 24 korriki nuk e lot lirë. Për shembull, pi marr me Ti kallzohet te data që i ke lirë, Jo. s'godzon as me rrejt më. Jo, e mora si shembull. E mora si shembull. Vetëm shembull. Po du me thonë Kur që ti dikur s'godzon të thonë jam i jo, dhënë. po du me thonë që shoshnia rreth i ngusht i din këto. Kanë mirë kuptim, Po, besoj, jo? besoj po. Po. Po nuk më ka ndodhur asnjëherë me knu ditën edhe natën. Okej. Nuk kam pas guxim. Dikush e bën. Dikush e bën ditën, natën, i merr 35 dasma, 40 dasma, nuk e ka problem. Unë s'moj për veti. Okej. Nuk guxoj me marr. Amo S'është përgjithësi e madhe. i rezervu mirë për këtë verë, sa dasmë ke? Je full. Full. A do është në një apo jo? Jo, S'don, s'do hiç. asnjë datë se kam të lirë. S'ke si do të lirë. Asnjë datë. Tash kemi fillu 2026-ën kemi goxha mirë. Ç'a thu? Bravo qoftë. A shkon vetëm apo ke një band tondin apo si Bendi shkon? im është Triada, A me triadën. Feridin e njeh. Po, Ferid përshëndes. Feridin, Shumë i mirë është Feridi. Flakroni me Edhe Flakroni, edhe një- Fatosi. Edhe Fatosi I një përshëndes përshëndesim, të tre ana. triada grup, ju përshëndes Ju gjithëve. përçafoj. Ë, Ju du shumë. Që sa ka të bashkëpunoni? Me Feridin Flakronin bashkëpunojmë dikon 17 vite bashkë. 17 vite. Kurse Fatosin e kemi marrë në orkestër vitin që shkoj, vitin e kaluar.
Edhe nëse shkon dikon në një dasëm, gjithmonë jeni si grup. Gjithmonë bashkë. Nuk shkoj vetë asnjëherë. Në sezon të verës, pa orkestrën time nuk shkoj mas një vend. Kam oferta që më thirrin, ku marr orkestër tjetër, këngëtar tjetër, a mundesh me ardh vesh ti? Jo, nuk pranoj. Pa orkestrën time nuk shkoj kërkon. Verën e kalume, bujar tash dysh me vërtetu se ti je në ngjarje. Verën e kaluar, domethënë vera që kaloi, para kësaj që ka kaluar, ka qenë full me dasma, në bazë të asaj që kam pa në rrugë, makina, dasma, restorante full. Kjo vera sa po ka kaluar, domethënë, nuk mu ka dok mua që s'kam pa shumë dasma, ka qenë vërtet. Kjo është shumë e vërtet. Te na nuk ka ndiku, fatmirësisht, nuk ka ndiku, po na si zakonisht pim kafe me kolegët tonë, e kumni që ka pas mungesë dasmave. Viti kaluar, vera kaluar. Jo me një mas të madhe, po u vret. Ka pas mungesë. Po unë e kam vret vetë, se unë s'kam qenë muzika po me kënu, po ka kam kalu në për rrugë, në për gjona, si kam pa lokalet full, si kanë qenë. Shumë vërtet. Pra kjo verë që vjen është... Kjo verë që vjen, tash mos se pi bjem me fol veç për veti. Po për veti fol... Fatmirësisht, na kena punë shumë. Kena kërkesa shumë. E kush është këngëtari jot që ti e merr me veti me kënu mas bujarit vogël? Që thu ky këngëtar apo këngëtare përshtatet me ty për me e kall atmosferën? Ta shton si... Kombinimi më i mirë joti, kush është? Si favorit, pi krejt këngëtarëve favorit e kam Imer Bajramin, e kam edhe Mik, e kam shok të mirë, him dalim familjarisht me ta. Imer Bajrami, kur është aty dihet që se kam pik problemi, më përshtat me ta, e kena dokumentuar shumë edhe në emisione, edhe në përdasma. Po ka shumë këngëtar, për shembull është Armendi, këngëtari i Bitonis, që kemi punu gjatë me ta, jemi përshtat shumë mirë. Dikur, Burim e Mini që thash, e ka kënu kangën ty Gjilan zemër të kam, dikur kemi punu shumë bashkë. Burim e Mini. Edhe me ta jemi Burim Gjilani. Shkrujt, kush është ky Burim e Mini, jam shkrujt dikush i herë të numri punë. Ty Gjilan zemër të kam e ka kënu i pari Burim e Mini, do me thonë kanga është e Burimit. Ta shofa, a është ky njëria jo? Atëherë vetëm pak, i sekond buja se... Dikur, po. Dikur kemi punu bashkë me Burimin, jemi përshtat shumë. A është ky vëlla se pas ka shkrujt? A është ky? Ky është, po. Ky është? Burimi, po. I sekond, Burim se të kërkoj falje, është një numër pune që... Edhe Burim e Mini. Më pas ka qu video, më pas ka qu shkrim... Ja vlen me pas një intervjist Burimi këtu, se është një djallë shumë punëtore dhe ka bo një kongë shumë. Më dhe se kontaktoni. Okej, më pas ka shkrujt, mirë po dikush nga stafi është përgjigj pa e ditë se kush është. Sigurisht. Edhe kështu që unë kam numrin e punës këtë ditë. Burim keme konë pjesë e full shqipshorë shumë shpejt. Unë do të dërgoj një ftesë personalisht. Po. E ky ka këndu këtë kongën o ti Gjilan nga... Gjilan zemër të kam është konga e Burimit. E Burimit, a? Edhe është... E kanë kënu shumë këngëtarë mas Burimit, që kanë bo cover. Po unë mendoj që Burimi e ka kënu mësë miri, edhe është shumë kongë mirë, edhe është u këndu shumicën e kohës në për evente, në për... Kombinimi nga gjinia e kundërt, kush është që ty ta kënosh loq këne zemrës kur të kënosh me ta? Do me thonë që përshtatemi shumë, unë kam dasë ma shumë me Besart Areshanin, kam dasë ma shumë me Malinda të Panicën, kemi rastis me Pandorën e Shqipërisë, kemi rastis me pas shumë dasma me ta, jemi kombinu perfekt. Afrodita Alshani, ka shumë këngëtarë më falë nëse në një muj me harru, po... Amon, në gjitha këto të katër të që i përmene, cila është kombinimi që ti kështë thonë, kjo më përshtatet më smiri? Po faktikisht me Besartën këm pas ma shumë dasma dhe besoj që jemi një... Besarta, a jeton në Kosovë apo në Zvicër? Në Zvicër. Në Zvicër jeton, a? Se se kemi pas asjerë në emision Besartën, ne? Jeton edhe vepran në Zvicër. Okej. Kështu që mirë, me Besartën kemi pas shumë dasma, jemi kombinu mirë, po dhe me Majlindën, edhe me Pandorën, edhe me Afroditën. Jom tip që kombinona shumë let, jom i kollajshëm. Çfarë do eventet pëlqejnë mas shumë tja? Dasma, po në lokalet vogla, në diskotekat mëdhaja? Faktikisht marash, dasma është... Sa është e mirë është edhe përgjithësi e madhe. Se për shembull me një event, me një diskotekë ose me një mramje dikon, edhe mos me qenë mirë me fytin, nuk ose vreje shumë, ose nuk ose po i bërkesh dikujt. Dasma është përgjithësi e madhe. Nëse ti nuk je mirë, ose nëse ti nuk e ki atë vullnetin me bo mirë, dikujt i kushton shumë. Ai që të kaftu, i kushton shumë.
Kështu që unë kam shumë kujdes të dasmat, edhe i du fort, edhe janë shumë me përgjegjësi të madhe. A ka ndodhur një herë që ki pas grip pa diçka që s'ki mujt me shku ndasmen, a një natë përgjësin tani si presion? Shumë. O në i të lasë. Treme një si presion, po ta thash edhe më herët, kam shumë kujdes. Gjatë verës nuk përdor ujë të ftoft, se kam probleme me fytin për pak ftofëm, jam tip që ftofëm për pak. Kam shumë kujdes gjatë verës. Kështu që normal ne grip të vogël ne herë, kështu po jo me më pengu në performim, këndim s'm ka rastis ne me më pengu që mi bu kesh dikujt. Bujar, a ka ndodhur ndonjëherë në jetën tuaj artistike që dikush që ju ka ftuar ndasëm apo diçka ju ka parë si njerëz që duhet me kry punën edhe është sjell arrogant, se ndodh shumë kjo. Fatkeqësisht Ndodh shumë që disa njerëz janë vetë pëlqyer, ju pëlqen vetja, i kanë dopare edhe e kanë besimin te vetja dhe tash e shohin një artist apo një grup që i ftojnë, ej, ti që të punë ki edhe bollë u kry puna, a ka ndodhur një muhabet kështu që keni pasur? Fatkeqësisht ka tendenca me boks, si lloj gjanash, po deri sot fatmirësisht na nuk ja kemi leju kërkujt, se të ke fundit na kanë ftu vet, nuk i kemi shku me zor. A ka pas ndonjëherë rast që tu ka mush mendja mu që me ik pa janis? Jo, deri në atë pikë jo. Deri në atë pikë jo? Jo, deri në atë pikë jo, po këto tendencat e vogla me kallëzu që unë jam zot shtëpie këtu. Po. Ka pas tendenca, po jo të egzagerume, jo diçka të theksume. Okej. Niveli vogël, po ndodhin këto gjana, ne nuk ja kemi leju kërkujt, se e kemi kry punën ashtu siç duhet, kemi dhënë maksimumin në çdo dasëm, unë edhe grupi im, kështu që besoj. A keni moment të veçantë që mundesh me thënë kjo kanë momenti më i bukur gjatë kretë karrierës tëm? Moment veçantë në aspektin që ka ndodhur diçka. Po që të ka pëlqyer për shembull një dasëm ose që ka ndodhur diçka që të ka ngel memorie ty. Po, në memorie për shembull kam një rast kur një shoku im në martesë ti, domethënë filloi dasma, të shku gjithçka qysha mas miri, edhe aty kum vrejt një gjatë që më ka bo përshtypje të mirë, një lidhje aq e mirë mes nusës shoku tim edhe nonës shoku tim, një lidhje që s'm kish rastis dikun tjetër me pa. Një lidhje jo vjerë re që i themi ne, po aq mirë, aq jeshëm, as na dhanë me kuptu që kanë dashni sinqert me zveti që s'm kish rastis me pa dikun tjetër. Edhe në fund dasmës i përgëzova, mas ne këm pas edhe ditëlindje të këta, këm pas shumë neja të këta, edhe këm pa që ajo lidhje e asaj natët të martesës djalit, kish vazhdu akoma, edhe pse ata kishin fëmijë, akoma ajo lidhja vjera edhe reja, ishte do me thonë se kësha pa, në asni moment. Edhe nusja ime me nanën time, kanë raporte shumë të mira, po jo natë mos që i kësha pa të ta, edhe i kom përgëzu vazhdimisht, kur shkoj, thëma jeni të e majtë halat, dashnin gjithë. Edhe nuk ndryshojnë, interesant është respekt shumë. Mesazh për të gjitha vjerat dhe për të gjitha nuset, ta mbani këtë raport. Edhe për të të marë se vinë bashkë, ku këna jo në vinë bashkë, si me qanë nanë e bi, jo re e vjerë. Vinë, bojnë qef, valzojnë, pa komplekse, po janë diçka që më ka metë kështu. Më ka bo përshtypje shumë të mirë. Jeta artistike mundet më kanë edhe vështirë, besoj. Cilat janë sfidat më të mëdha të një jetës si këngëtar? Sfidat për mua si këngëtar, sfida kryesore është kur çohem pi xhumit me pas fytin e mirë. Se thash është përgjegjësi e madhe dhe domethënë momentin që unë e kam çona pi xhumit edhe kam fytin mirë, për mua tjera sfida janë kurrë. Domethënë kjo është kryesorja. E tash Bujar thonë ti i fitove 10.000 franka bakshish. Po. Edhe nesër është e shtunë dhe diell. E ke pushim, e ke marrë lirë. Po. E do me dalë me familjen tënde.
ku kishe pas qef me shku një javë me bë pushime? Në Zvicër, në Itali, në Kamenic? Për mu knaq. Për mu knaq, normal në Hogosht, në Kamenic, në Gjilan. Për mu knaq. Po tash unë shkoj shumë shpesh në Kosovë, se i kam prind, fatmirësisht i kam gjalla koma, inshallah ka një jetë gjatë. Shkon Do me shpesh? thonë shkon shumë shpesh. Edhe unë, edhe nusja, edhe fëmijët shkon shumë shpesh. Do me thonë, çdo pushim që e kemi pak pushim, Si udhëtoni ju prej Malpensa apo si udhëtoni në Kosovë? vazhdimisht me Malpesës. Për ku? Se Për tash, Tiranë apo? jo, tash e kemi lidhjen direkte për Prishtinë. Ka Prishtinë, Malpensa, ka fillu, Prishtinë? Po, Vizairi ka fillu me... Sa mirë. Sa mirë. Edhe shkojmë shumë shpesh, po tash i për pushim, normal, si që dim edhe na vetë, kemi nevojë për një deti, kemi nevojë për një plazh, kemi nevojë për një... E për plazh ku të pëlqen më shumë me shku? Ose ku i bën pushimet më shumë? Pushimet i bëjmë në Barcelonë. Në Barcelonë, që aty ku mushmi ujë. Që 2009 në Barcelonë shkoj. Do më thonë, muj me thonë që ndër shqiptarët e parë që me pasaport Kosovës, kam shku në Spanjë. Okej, bravo. Edhe E nuk vazhdo ma me ka shku. një, a kanë njoft, a se ka njoft. Jo me dhe tifozi i klubit Barcelona, dhe atje kam gjithë vetën rahat, po E kam kalon mirë. plazhën e mirë, kam plazhën e mirë. Bravo. Është jetë e mirë dhe atje. Bukur. Edhe mu më pëlqen shumë Barcelona. Bujar, kush prej këngëtarëve e ka marrë emrin kot në stradë? E ka një emër shumë madh, por nuk e meriton për besë. Nuk kisha me folë. S'kishe mujt me fol. Ama e kiti kanë në kry. Në kry kam shumë, ama nuk A janë kisha me- shumë që e meritojnë kot, e kanë kot famën që kanë? Që s'din me knu live. Janë disa, se unë i shoh disa që kështu e kanë një popularitet shumë të madh, knojnë, kanë emër, po kur i një gjën live, si mja u pashty bishtin me traktor diqysh. Po, si mi me të arran fëtë. Si mi pa me të orran fët, diçka, e kokra, dhe e kokra krak. Ka, fatkesisht ka shumë. Nuk ka shumë, po ka për tyne, po unë s'kisha dasht me veçuar. Zë, po dhe mos dhe më përishme të. Ja. Anë e mija se, pranaj e ki mojt, pranaj Ja, tashën të që e ki hynë të serios, edhe nuk futesh të andej. Pranaj s'du pëtu me të ngusë shumë me Faleminderit shumë. me shfut lugave. E ndonjë artist që kish meritu me pas hala ma shumë popularitet? Po, a ka një që mirë marrë, që pyetje fort, që meriton me pas emër më shumë, Këngëtar që meriton me pas emër më shumë. sepse këndon mirë. Unë e kisha veçu Ymer Bajramin, ai ka shumë emën, Ai ka emën. ka shumë emën, po unë e kisha pas shef me pa si do tjerë që i kanë çmimet, që me thonë, shumë të ndaja, e nuk i meritojnë ato çmime, unë kisha pas shef me pa që ato Ymer Bajramin. Okej. Se ajo është këngëtari që kënon më së miri, për mendimin tim është Ymer Bajrami, që i jap hakun gjithë shkafit. Cili është Ymeri Bajrami, su mos për ngatroj me këtë tjetën, Allah, me këtë, shumë i ngatroj Ymer Bajramin me këtë, që ka këtë tjetëri? Ky, Bajram Gigollin është. me Bajram Gigo, këta dy Jo. muj, se di cili është, Jo. Ymer Bajrami, Po, Ymer Bajrami është tjetër, Bajram Gigollin është. Bajrami, këta dy ngatroj shumë unë, Ymer Bajrami. Ky Tullaci, me syza. Tullaci me Po, syza. po. Ky këndon mirë, Ai Ed- është e këngëtari këtë që jap hakun gjithë Gigolli- shkafit. Edhe Bajrami është shumë i mirë. Edhe ai është mirë, Edhe është shumë i kërkuar Bajrami, është shumë i kërkuar. Cili është më i kërkuar këta dy? Po tash nuk e di që kanë, unë me Ymerin kam, që me thonë, e ndajmë gjithë shka dhe e di që është super i kërkuar. Po ai tjetri si ka emrin që këndon me Pandorën, edhe me si ka ai? Adnan Daci. Daci, po, Adnani. Edhe Adnan Edhe ai është këndon mirë, Shumë këngëtar i Ë? mirë, shumë djalë i mirë. Shumë është këngëtar i mirë ai. Shumë djalë pozitiv. Po. Edhe absolutisht. këngëtar shumë i mirë, edhe ai është shumë i kërkuar. Bajram edhe Ymer edhe Adnan ju përshëndesim të treve me qenë se ju përmendëm. Pa harru gjithmonë Afrim Aliu në shërbetin tonë. që është- Frimin e kom pas në emisionën, ata veç tatuazh do të më bëhat një jetë, s'ka më bë më shumë. Beçen, edhe Beçen do të më ftu herë, se kena ftu, po s'po mujna më gjetë rendin për më kanë Beça në full ship show herë. Bujar, çush e shikon të ardhmen në minutat e fundit të kësaj interviste? Çush e shikon të ardhmen tënde? A në Itali, a në Zvicër, a në Kamenic? E përfundimi jot i karrierës apo i jetës? Përfundimi jam shpresoj me një tarë me të afërt me konë Kosovën tonë dashën, po do të mjalon gjithë shka Zoti që shna Pra, ka shumë. a shpreson apo e jetu e mendu? Jam të mendu. Jetu mendu? Po, jam të mendu faktikisht. A bo trend që të kohët e fundit shumë jetë jenë të mendu kështu? Po, nashta edhe kemi mush men, s'pëdi. Jemi mush men, jemi lodhë me gurbet. Ka shumë gjana që Edhe u përmirësu situata Ashtu, atje. po. Po, dhe atje ka ka fillu të ndryshuar. përmirësu Kosova jonë, besoj që
Pra, jetu mendu për mu këthy? Po, e kam gjithmonë në plane. S'ka gjamat mirë. Nuk është veç parja gjithçka, se më ka thonë parja gjithçka, kjo është mu para dite dhe mas dite ky. Ja, valla s'moj. Po s'dën. E nuk është veç parja gjithçka. Është edhe jeta, kënaqësia, vendi, kudo që shkosh në këtë botën, sikur mentalin kërkon snihesh. A që kjo motra që pëman që të sahon që... Po dhe lodhë vëlla, 2 duhet për vjetë që një orë. Vetëm punë Zamën këtu ma në kollë. muzicë Regjina. Ma japim me hangër tani masi ta Ja, më okej. E shërbejme në këtyne. Edhe kështu. Po. Edhe 20 kile ta me liqet. Po, mirë. Edhe me mjeldi. Edhe në gjyrën e paskat mirë. Po, absolutisht po që. Bujar i vogël, Zotit Rujt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë Shumë faleminderit. sot pjesë e Full Ship Show. Knatësi e madhe. Knatësi e madhe. Edhe metëm, jo, edhe pyetëm më thapo. Cila është konga e fundit apo konga që ki marrë para si me mbyll? A ki e bo një projekt të ri? Faktikisht unë jam veç këngëtar. Nuk jam kantautor. Okej, pra Tash nuk... unë nuk po muj me shkruaj një tekst mirë se nuk ja kam haberin. Me Okej. bo një këngë të mirë, po duhet me gjetë një producent të mirë, një tekst të mirë. Fatmirësisht ka, po unë të ardhmen menoj, diçka nuk kam një plan afat shkurt, Okej. po menoj, diçka me bo, me gjetë një këngë qëllume, diçka të mirë, jo me Okej, bo një sa këngë. repertor ke, Bujar? Repertor, Po. kam goxha, po jo mjaftueshëm sa duhet. Jo mjaftueshëm sa duhet. Në atë kuptimin, po kallzona modest. Sa original që je. Se tash Po, sa mundesh me majt? Vetëm. me përqindje. Me orë. A me orë, sa dush, po ka këngë që nuk i di. Ka këngë që si Ka din? këngë që nuk i di. Këngë t'ju ku ta din? Nuk isha me thonë që di në një, kështu nuk... jo shumë, nuk jam... Nuk është që di shumë. Nuk jam shumë... Bukur shumë. Shumë suksese, Shumë faleminderit. shumë shëndet, të mira në jetë dhe shumë suksese për djalin tënd, më qenë se Faleminderit që shumë, ka shumë faleminderit. në Është rrugës shkollën mirë. futbollist në shkollën e Juventusit në Itali. Është Kjo rrugës është mirë. kjo është diçka shumë e mirë, edhe shihemi herë tjera Bujar. Faleminderit shumë. Atëherë për fond unë e kisha dashur të ju falenderoj ty si staf, Respekt. Full Ship Show gjithmonë na ka hap derën neve artistëve të ri, për që ju thojza se nuk hyte këta të rit pak ma. Si në mes ku marrë. Absolutisht, ja. Ka një derë që na u ka qelë gjithmonë, kemi pas edhe për vitri programet mira, kemi pas. I falenderoj sinqerisht, Zotit ju Rujt, uroj faleminderit, shëndet, respekt. punë edhe suksese. Shumë faleminderit Shumë Zotit Rujt, shumë faleminderit, respekt. Shumë faleminderit. Shihemi në Gjilan edhe gjatë Patjetër. derës kismet. Patjetër. E mbyllim së bashku Bujar, Marash Loçka, Pruda. edhe ty të falemderit, edhe Faleminderit. stafit tim falemderit, edhe deri javën tjetër nga unë, Bujari Vogël, Marash Pulaj dhe Loçkanat e mi të stafit, më pu që keni. Natën e mirë. Faleminderit.